vizitat e të afërmit, me përqafime, me urime. Është një ditë tek e cila në fakt përpiqemi të dalim nga përditshmëria, nga rutina jonë. Megjithatë shpeshherë vjen në diskutim me kalimin e viteve, po bëhemi apo jo një shoqëri paksa më individualiste, më e distancuar dhe apo dominon materialja më shumë se sa duhet. Për këto, por edhe më gjërë, kam kënaqësinë të zhvilloj një bisedë me sociologun Zydi Dervishi. Mirëserë, të nderuar, kënaqësi. Ju falenderoj për ftesën. Faleminderit që jeni këtu për të diskutuar në fakt sot për kohën Bajrami, megjithatë ne do përpiqemi të dalim patjetër për të post edhe kësaj feste në tërësi për ta diskutuar në koncept rëndësinë e festave fetare, pse jo, dhe lidhjen shpirtërore me Zotin që individët kanë. Sa e rëndësishme është? Ne shqiptarët, ndryshe nga tërë popujt e tjerë të Evropës dhe të botës, ka si me numrin e popullsisë kemi më shumë festa fetare. Sepse kemi festa fetare të 5 besimeve, festa zyrtare fetare të 5 besimeve. Kemi të katolicizmit, të ortodoksisë, të muslimanëve sunni, siç është dhe kjo sot Fitr Bajrami, të bektashizmit dhe të protestanizmit. Pra, një popull me shumë festa fetare, dhe për mua është bekim perëndia. Unë nuk kam parë asnjëherë pluralitetin fetar shqiptarëve si një fatkeqësi, përkundrazi. Shqiptarët janë ndoshta i vetmi popull në botë i cili karakterizohet, shpesh kemi thënë, tolerancë ndërfetare. Nuk është tolerancë ndërfetare, është harmoni ndërfetare. Dhe harmoni ndërfetare reflektohet shumë natyrshëm edhe me rastin e festave fetare. Unë sot kam marrë deri tani më shumë urime nga të krishterët, ortodoks, katolik dhe protestant. Kam marrë më shumë urime nga të krishterët se sa nga muslimanët, kam marrë shumë nga muslimanët, edhe nga bektashit, dhe kjo je e bukur.